Në jetë njohim shumë njerëz. Disa vijnë e ikim pa lënë gjurmë, ndërsa disa të tjerë hynë thellë në zemrën tonë dhe mbeten aty për gjithmonë. Ata janë miqtë e zemrës, njerëzit që nuk janë thjesht shok, por pjesë e shpirtit tonë doqe. Një mik i zemrës nuk është vetëm ai që të shoqëron në ditë të bukura, por ai që qëndron pranë edhe kur rruga bëhet e vështirë. Është ai që të dëgjon pa të gjyku, që të ngrej kur rrëzohesh dhe që t'jep forcë kur të gjithë të tjerët largohen. Miqtë e zemrës janë pasuri e rrallë. Ata nuk blihen, nuk shiten dhe nuk zaventësohen. Janë kujtimet bukura, shpresa të sinqerta dhe mbështetje që nuk tretet me kohën. Pavarësisht sa ndryshon jeta, një mik i zemrës mbetet gjithmonë një kujtim i çmuar dhe një urë që lidh zemrat me ngrohtësinë e skalumës dhe besimin e ka një. Kjo është arsyeja pse duhet t'i vlerësojmë, t'i ruajmë dhe t'i falenderojmë miqtë e zemrës, sepse ata janë dhurata më e bukur që mund na jap jeta.